Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të nisur ditën e diel, këtë ditë në fakt maraton në rrugtimin ton. Big Brother vërtet ka mbaruar brenda asaj shtëpie, por Big Brother nuk ka përfunduar jashtë sa po ka filluar. Do të nisë sot këtë ditë maraton duke sjellur të rejat më të fundit dhe momentet më interesante nga Matteo Bori dhe jeta e tij. Një fotografi që në fakt më ka mbetur mbrëm pik në sy. Doja ta sjell tek ju dhe doja ta komentoj se sa e bukur është kur në televizion marrim një shembull dhe jetojmë në fakt një shembull të një familjes fantastike, ashtu siç është në këtë rast familja e Matteo Bori. Natën e mbrëmshme, në surprizën që babai i Mateos bëri për Mateon, një surprizë jashtëzakonisht e ndjerë, një surprizë unë do ta kisha thënë pak me tradita, do me thënë qëndrimet e tjatit, mënyra se si jati u soll, mënyra se si ja dha mesazhin Mateos, banorëve të tjerë, hatërmbetjen që kishte me Rogertin, i dha një forcë jashtëzakonisht të bukur Mateos dhe e ndriçoi në një farë mënyre figurën të Mateos. Por pas përfundimit të spektaklit, pas këtyre prapaskenave të bukura, familja e Mateos vrapuan menjëherë në podiumin kryesor, aty ku realizohet Big Brotheri në studion e Ledionit, për të mbështetur të birin e tyre dhe për t'i dhënë dashurinë e pafund. Një fotografi e shkrepur që ju tashmë do ta shikoni fotografinë që unë do t'ua sjell, një fotografi familjare, edhe pse në fakt është komentuar shumë pse nuk ishte Brikena në foton me babain dhe nënën e Mateos, pse kanë bërë foton vetëm kjo familje, me patjetër që Brikena është në zemrën e tyre, me patjetër që Brikena është më tash në jetën e tyre, por unë mendoj që Brikena është aq e zgjuar, është aq tradicionale sa që ka arritur ta kuptojnë që edhe këto të katër, pikërisht kjo familje e gjakut, meritojnë ta kenë një fotografi pas një rrugtimi kaq të gjatë dhe pas një krenarie që Matteo ka arritur që t'i bëj prindërit e tij. Kjo fotografi tregon shumë, tregon një vlla i cili puthi një motor në ballë, në këtë rast Casey-n, dhe i dhuroi shumë dashuri, edhe pse Casey ishte e tëra me lot, përsëri Matteo ndjeshte i fortë brenda vetes. Përqafoi nënën e tij që ka treguar një afrimitet jashtëzakonshëm në një kohë kur të rinjt nuk i respektojnë nënat e tyre. Përqafoi të jatin, një prind pak tradicional, ku baballarët shqiptar në fakt në shumë raste nuk lëshojnë pe dhe mundohen që të ruajnë atë forcën e familjes dhe në një fakt është e mirë sepse ka sjell dy fëmijë të jashtëzakonshëm, të cilët vërtet janë tepër të kulturuar dhe kanë marrë dashurinë e publikut, dhe më pas Matteo e mbylli natën duke përqafuar dhe duke i dhënë puthje dashurisë së jetës së tij Brikenës, një lidhje e cila ka qenë më serioze se kur për Mateon. Dua ta përgëzoj një herë Mateon për kulturën e treguar, e pash që nuk u ndje fare xhelos që Selin e fitoi Big Brotheri, nuk u mërzit fare, domethënë e ka marrë me shumë sportivitet, e ka marrë me shumë qetësi. Ai vetë ka patur në kokën e tij një mendim që unë kam hyrë në ditën e 20-30 dhe normalisht nuk isha që në ditën e parë për ta shijuar këtë Big Brother dhe për ta fituar. Unë mendoj që Matteo ka fituar më shumë se sa një Big Brother, më shumë se sa ato 100.000 eurot, sepse kontrata tashmë që do të vinë, takimet e punës që do të vinë, punët që do të vinë për këto banor me kaq influencë të madhe, jam i bindur që do fitojnë miliona e jo 100.000. Do me thënë 100.000 është vetëm një çmim solid për luftën e madhe që është bërë aty brenda. Por unë mendoj që Matteo mbeti fitues i zemrave
të publiku. Do me thënë ka krijuar një fanbase shumë të gjerë. Mateo sot ndeshet me këtë realitetin, sot ndeshet me këtë të vërtetën dhe mendoj që për moshën të cilën e ka Mateo, njerëzit luftojnë me vite të tëra që të arrijnë këtë gjë, sidomos në këtë tregun e egër të medias, që është një ndër tregjet më të vështira për të depërtuar, për të arritur qëllimin tënd. Mateo në një rrugtim vetëm 4 mujor arriti që të rëmbej zemrat e të gjithë shqiptarëve. Pse arriti Mateo që të rëmbej zemrat e të gjithë shqiptarëve dhe pse u shndrua në një farforme fenomen? Mendoj sepse Mateo tregoi qytetari, Mateo tregoi modesti, nuk tregoi koklartësi. Nga historia ne kemi mësuar që në asnjë mënyrë njerëzit të cilët janë koklartë nuk e fitojnë dhe nuk janë të preferuar të shoqërisë tonë. Mateo tregoi që është djali i rritur në ato lagjet e Elbasanit, me shoqëri, me familje, me rreth të cilët e kanë dashur, e kanë mbështetur, e kanë suportuar dhe i ka suportuar, dhe në këtë rast na mësoi që të kuptojmë se jeta nuk është 100.000 euro, por është njerëzilik dhe dashuri. Tani ditëve në vazhdim patjetër që ne do t'i sjellim të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë rreth jetës së Mateos, Brikenës, po nis një dashuri e re. Babai Mateos tha natën e mbrëmshme që dasmën do ta bëj në Kalat e Elbasanit, një nga vendet më të bukura të këtij qyteti që mbarte dhe histori më pas, dhe kështu që do të thënë kemi shumë gjëra të reja nga Mateo Bori. Kjo fotografi është merita e gjithë atij rrugtimi të bukur që më në fund e merr përmbylljen me një përqafim. Sidomos për banorët brenda shtëpisë të cilët janë, ka shumë rëndësi se në çfarë forme ti e kalon momentin, se në çfarë forme ti e merr dashurinë dhe se në çfarë forme ti do të pritesh jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Dhe krenaria e prindërve, të qenurit prindërit krenar me fëmijën e tyre dhe të shprehurit këtë fjalë në të gjithë publikun shqiptar, unë mendoj që është fitoria më e madhe, fitoria më e merituar dhe fitoria që Mateo e ka dashur dhe ka ëndërruar në jetën e tij. Unë uroj që gjithmonë jeta e tyre të shkon pikërisht si kjo fotografi, e cila është një fotografi që brenda vetes mbart shumë mesazhe, mbart shumë dashuri në këtë kohë ku fatkeqësisht dashuria ka humbur. Nëse ne njohëm Rogertin, Rogerti është një pasqyrë e një shoqërie që realisht e kemi çdo ditë në jetën tonë, e kemi çdo ditë në shoqërinë tonë, dhe mendoj që Mateo thjesht i vuri kapakun një shoqërie të pistë, të egër dhe kërcënuese. Fotografia tregon më shumë se gjithçka. Mateo aktualisht ndodhet në Tiranë, do të regjistrohet post Big Brother 1 dhe post Big Brother 2 që do të ketë luftra shumë të mëdha, dhe më pas normalisht banorët do të nisin me jetën e tyre. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV, se në çdo ditë do sjellim të gjitha ngjarjet më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar.